Live from Tirana. Live from Tirana. Drejt për së drejti në një lidhje telefonike Bledi Manen. Bledi, përshëndetje. Mirëdita dhe sinqerisht kërkoj ndjes, pasi duhet të isha në studio, por fatkeqësisht isha në fundjavë në plazh në Golem dhe jam djegur te pjesa e këmbëve, po flas terrorist, ndjes për ty edhe për gjithë publikun që po na dëgjon. Ti e di që unë lexoj libra, Rike Roçi dhe Efi Dhedes, i lexojmë libra të mbrapsht në plazh, dhe nga që votojmë, na djeg dhe na përvullon dielli. Dëgjoj, shqyr që nuk e djegur në ndonjë pjesë tjetër, por fatmirësisht je djegur te këmbët. Që nuk u doj kopertina e librit të thotë. Po pra. Bledi, ku je zgjuar sot? Ku je zgjuar? Jo, unë zakonisht jam shpejt, se si duket me rritje në moshë, me plakin njeriu e minimizon gjumin. Ti e di që unë kam një portal, kam rrjete sociale shumë aktive, kemi audiencën lexuesit që duhet të informojnë dhe duan të shajnë dhe të mallkojnë. Dhe unë nuk mund të mbas mundësia, kupton. Vazhdojnë, të ndoqja dje dhe të falenderoj që kishe ftuar kolegun tonë Fred Tako. Fredi është i mrekullueshëm, po pse vazhdojnë shqiptarët Bledi nxjerrim mlef në rrjetet sociale? Patjetër, ka për shembull këta që nuk i kap gjumi, fillojnë shajnë dhe mallkojnë që në 4 paçereka, kupton? Rasti që thonë të bëfsha nënën, ndërkohë thash një, po nëna është në gjumë, prit sa të zgjohet, a kupton? Kështu që kemi çfarë bëjmë, qenara për pjesë detyrimisht edhe do ta menaxhojmë. Këtu jetojmë thanë, në këtë vend do t'i përballojmë të gjitha. Ne kemi në Barcelonë. Mirë, shumë mirë, shumë mirë. Të vërtetë ato lajme apo cila lajme? Portale lexova që unë lexoj intime mes teje dhe Rikes. Unë lexoj vetëm portalin tënd Bledi, aty nuk pash gjë të tillë lajmi, kështu që të tjerëve nuk e besoj. Dëgjoj, në këtë pjesë të parë të lidhjes tonë telefonike dua ta shfrytëzojmë pak kohën, sepse ne diskutuam dhe dje me Fred Sakon, por është e pamundur të mos diskutosh ndërkohë që gjithë bota është duke diskutuar për luftën Iran-Izrael. Si e ke parë ti në optikën tënde? Shqetësuese për globin? Unë e shoh në optikën sociale lokale, sociale kombëtare shqiptare. Unë shoh turma masive që janë në mbrojtje të Iranit, janë të dëshpëruar pse Izraeli po sulmon Iranin dhe fillojnë ato lidhjet e tyre të shkurtra idiote, pa u thelluar në mendimet e tyre se çfarë raporte në fundit ka Shqipëria dhe Kosova me Iranin apo me shtetet e tjera. Nuk e kuptoj këtë tendencë për të dalë kundra të mirës dhe protë të keqes, dhe kjo faktikisht po bëhet masive, falë edhe rrjeteve sociale, por edhe formimet të tyre, dhe është dëshpërimisht ulërit se Ronaldo të shohësh kush ka rëndisur shkolla shqiptare, sepse të gjithë këta janë rritur në shkolla, në godina të lyera, të ngrohta, por pa mësues të aftë për t'i arsimuar. Dhe këto pasqyrojnë në rrjetet sociale, siç e tham dhe më parë, me mallkime, ulërima, sharje, dhe ti e di pastaj kur takojnë në rrugë, habiten sa i gjatë apo sa i shkurtër jetë, kërkojnë ato foto selfie. Po jo, jam kurioz si e ndajnë të mirën dhe të keqen mes dy shteteve që praktikisht janë duke goditur dhe vrarë njëri tjetrin. Pra ku ka të mirë në këtë mes? Po, besoj e mba mend kur të gjithë vendosën flamurin e Palestinës para një viti e gjysmë, kur Izraeli sulmoi Hamasin, dhe të gjithë u solidarizuan me Palestinën për që t'jemi të vërtet të ndjeshëm ato ngjarje makabre, vrasjet e fëmijëve, shkatrimet e fshatrave, spitaleve, ishte vërtet e dhimbshme dhe vërtet e dënueshme. Por turma këtu tek ne në vend ku jetojmë u solidarizua dhe më pas, po ta vëshe kur u hap lajmi që ndoshta Amerika do sjell emigrant palestinez në Shqipëri, tipat me flamur Palestinë në Facebook dhe Instagram filluan çaj duam, larg ata, nuk i duam në shpitona, pra një bipolaritet i frikshëm. Pra virtualisht jam pro, fizikisht janë kundër. Kështu që jam bërë edhe të pabesueshëm, por ajo që më shqetëson jam bërë bezdis, sidomos në këto ditë nxehta qershorit. Ky i nxehti që ka filluar pak më herë se ç'duhet i luhat mendërisht shqiptarët?
Po patjetër ne jemi një vend me temperatura ekstreme, dhe ndikon edhe në shëndetin ton mental. Dhe ti je një specialist i çështjeve sociale, por këtu shëndeti mendor shumë shpejt do të jetë një problem. Do të jetë një problem sepse nuk trajtohet. Ne ende kemi turp për të folur me një psikolog apo me një mik, sepse ti nëse shkon dhe i qahesh, thua do më nxjerr nami Ronaldo në lagje do ta marr vesh që un budalla, jam budalla dhe kur të kaloj në rrugë ta do më bullizojnë dhe budalliku im do të fishohet. Por harrojnë që stërgjyshi dhe stërgjyshet e tyre nuk ishin psikolog, por shkonin rrëfeshin te prifti. Ai rrëfim kështu ishte një lloj çlirimi psiqik që të ndihmonte. Dhe sonte në këto kohë kaq moderne ku ti s'mund të shkosh tek psikologu ose tek mund të shkosh direkt te farmacisti për të marrë ato tableta qetësuese, po të paktën shkarko aktivitin dhe fol me atë në darkë sepse askush nuk e merr vesh, apo jo. Merr ca këshilla shumë njerëzore të cilat do të ndihmojnë. Po ta vësh re, mënyra si ngasin makinën shqiptarët është e tmeshme, mënyra si flasin telefon në rrugë është e tmeshme. Agresiv, janë agresiv mënyra shumë. Kur hapin kran dhe fshin qurat tek shtylla është e tmeshme, mënyra si sikojnë mes bolet rrugë është e tmeshme. Të gjitha këto janë reflektimi i asaj çka ne kemi brenda. Thellë edhe shtëpitë e tyre po të shohësh si i ndërtojnë, tregojnë psikologjinë, më kupton? Si ndërtojnë shtëpitë? Arkitekt të huaj që vinë të riparojnë këto dhomet tona, fillojnë pastaj të që mafia, leku, pastrimi, e gjithë çfarë. Ky është një debat estetik që besoj se mbaron e nisëm nga Hamasi, po e mbarojmë tek Po pra, e nisëm. Ka një fill të përbashkët, po të vësh. Kush është e përbashkëta mes luftës së Iranit dhe Izraelit dhe kësaj luftës mendore sociale të shqiptarëve? Shko, ne 500 vjet pushtuar nga otomanë, vazhdojmë ta kemi në shkurë ato shpërcjellje nga brezi në brez ajo psikozë, më kupton? Ne nuk kemi islamofob, ne nuk e vrejmë atë një lloj feje, ne respektojmë, por problemi është që vendin e mësuesit nuk duhet ta zë as prisja hoxha, kupton? Mësuesi është aty duhet të shkëlqejë me dijet, me shkencën, me problemet sociale, me lirinë, me muzikën, me qefet, me gjithçka, kupton? Nuk mundet tani të më tregoj mua një hoxhë në Kosovë apo një prit në Shqipëri si ta puth femrën, si të dalë dhe pse do ri kaq vonë, mos dëgjoj muzikën se është haram e të tjera histori të tilla. Bledi, ti kur lexon dhe sheh lajmet në Iran dhe Izrael, sigurisht nga gjua gazetarese, lajmi i keq për një gazetar është lajm i mirë, por si njeri trombesh, shqetësohesh për një kolaps global, shqetësohesh ti që çmimi i naftës mund të rritet nëse Irani bllokon importin, eksportin e naftës, trombesh ti që ne mund të jemi shumë shpejt në një luftë globale. Alfred Sako tha që në 2027 mund të plasë një luftë botërore e tretë. Dëgjoj, ti e njeh shumë mirë ambientin e programit tonë Rreth 4 orë. Kemi që në vitin 2020 që po përgatitemi për këtë luftë, apo jo? Për pandemi, për vaksinë, kështu që ne personalisht kemi marrë masat, por ajo që është ulërice është gjithmonë në Shqipëri ngritja e çmimeve ndodh kur dikush e ka në mendje luftën. Pra nuk reflektohet me pasoja më mbrapa, por mjafton të kemi një raketë në ajrin e Teheranit dhe fillojnë oligarkët tonë ngejnë ato çmime. Patjetër ne jetojmë në Tiranë ku çmimet rriten çdo ditë, jetesa është bërë shumë e shtrenjtë dhe një luftë e tillë natyrisht do pasqyrojë edhe në ekonominë tonë familjare apo individuale. Nuk ka besoj njëri në botë përveç Fred Sakos që do luftë, se ka hallin e parashikimeve. Por problemi është kush na çoi drejt luftës, cilat janë shkaqet dhe pastaj të analizojmë dhe pasojat që do jenë të rënda. Shkaqet është gjithmonë formimi arsimor dhe kulturor. Lindja e mesme është quar për marrëdhënie shumë të afërta me Perëndimin, është një nga vendet që ka lindur edhe Jezu Krishtin, edhe Muhamedit, edhe të tjerë të dërguar të Perëndis, dhe po ta vësh re, të gjithë besojnë ka një Zot, të gjithë proklamojnë paqe, por aty s'ka paqe, apo jo? Domethënë kjo është shqetësuese dhe janë popullsi të rritura dhe të ndara me njëri tjetrin. Po bënim një analizë në Rreth 4 orë dhe çfarë i ndan dhe i bashkon muslimanët, arabët
Palestinës dhe Izraelitët, hebrejnë, dhe thellë ata ishin gati të njëjtë. Hebrejnë dhe arabët e përdorin dorën për të pastruar anusin, e lajnë me dorë. Të dy meshkujt hebrejnë dhe meshkujt arabë bëhen synet. Meshkujt, hebrejnë dhe arabët nuk e hënë mishin e derit. Ata kanë ushqim të veçantë që i quajnë kosher, ndërsa arabët e kanë halal. Më kupton, thellë, ata kanë kushuri mes vetes dhe kjo luftë brenda llojit që nga vërtet e tmerrshme. Ndaj unë bëjthia e njerëzve besoni drejt për së drejt në Zot, në Perëndi, pra ti dhe njeriu, se sa fut të burokracitë e hoxhave dhe priftërinjve, sepse vetëm për çari e mbjellin. Kështu që të besojnë në shkencë, të besojnë në Zot, edhe ta shijojnë jetën ashtu siç e shijojnë një mesdhetar. Ti Bledi ke qenë ndonjëherë tek hoxha apo tek prifti? Kam qenë edhe në sinagogë për atë punë, i njoh, kam dhe muhabet i respekt, po kur fillojnë të teprojnë pastaj atëherë dhe unë bëhem çik me publicistikën time, bëhem çik radikal, kështu që më duhet dhe unë të tregoj vendin. Po besoj që në Shqipëri, në një vend si Shqipëria me kaq shumë besime, janë të tepërta. Njerëzit këtu e adhurojnë lirinë, lëret që shkruajnë për Facebook e Instagram, njerëzit duan ta shijojnë lirinë, njerëzit thellë besojnë në shkencë. Ti e di Ronaldo, në orën 12 të natës prifti zgjum, hoxha zgjum, për shkëpë i zgjuar apo jo. Kështu që kur ne jemi sëmur nuk vem mysht e mi në xhami dhe në kish, vem direkt te spitali. Ne vemi tek shkenca. Në 12 të natës jemi ose në blog, ose në dërmi, ose në spital, ose në gjumë. S'ka zgjidhje tjetër, nuk vete njëri në kish dhe gjë. Qartë, Bledi Mane është Bledi Mane, gjithmonë me të pyet diçka, unë kam munguar Top Channel, kur do na vite na ka marr malli. Top Albania Radio, Top Channel gati njësoj janë, po dëgjoj. Tani do më duhet të shkëputim për pak minuta reklama, ti mos u largo, vazhdo të trajtoj këmbët e tua që i ke djegur në golem, dhe ndërkohë do të rilidhim për 4 shumë pak minuta Bledi, sepse dua të pyes për disa gjëra të tjera pikante, okay? Faleminderit. Shkojmë në reklama. Rikthehemi sërish në program, jemi në transmetim të drejt për drejt, 11:38 minuta është ora eksakte në këtë moment. Besoj që ende kemi në lidhje direkte Bledi Mane apo jo. Bledi më dëgjon? Po, në linjë jam. Bledi, dua të pyes pak tashmë, sepse mbaj mend kur ka përfunduar Big Brother VIP 2 në një intervistë tënde në Wake Up, u bëre shumë virale aso kohë, teksa flisje për shifrat e marketingut që banorët e atij edicioni fitonin në rrjetet sociale. Si një gazetar që ke nuhatje, i shef gjërat më ndryshe se që shohin tjerët edhe nuk të mungon as ironia, as sarkazma dhe as guzimi të thuash gjërat. Si po i sheh ti këto yjet e Big Brother VIP 4-s? Si po i sheh vërdall me suksese? A kanë sukses muzikor? Apo shkëlqejnë? Apo bëjnë reklama? Apo bëjnë lek? Sa lek po bëjnë? Ku janë? Kus janë? E parë një herë dua të di nga ty ata banorët e Big Brother treshit ku janë? Të treshit? Ku janë, se po i kërkon ai dashnim në gjithë prandaj. Po më thuaj kë edhe të them unë. Më thuaj kë dhe të përgjigjem. Për shembull Jul Deda është në fix fare, Egla Ceno është te goca dhe gra. Julika printe, domthonë televizioni shpikur në vitet 60, Julika ka qenë vitet 50 në televizion, a kupton? Nuk i ka munguar ndonjëherë ekrani dhe opozitës. Po mirë, Egla është duke bërë teatr, por paralelisht po bën dhe goca dhe gra. Dëgjoj Ronaldo, jo se mburemi se ne ishim pjesë e atij edicioni, por ndoshta nuhatja jon ose ndoshta kurajoja jon ose eksperiencat tona na bën që ne të vazhdojmë të si kishim para Big Brother dhe pas Big Brother jemi aktiv, pra të prodhojmë lajme, të prodhojmë parat, jemi menaxher të mirë të vetes. Po dëgjoj, nuk dua të bëj krahasim me banorësh në edicione. Jo, kritika ime për të dy Big Brother 3 dhe 4 vazhdon të jetë konstante. Unë pata një takim me Laertin para pak kohësh, ishim bashkë me Manushin dhe pyeta me vëmendje me çfarë merrej dhe pash një Laert që vetëm rinte i hutuar dhe zinte të kthente përgjigje. Dhe kritika ime për çdo banor që hyn ose ka në plan të hyjë është problemi ta futen aty dhe i dorëzohen smatit sepse diçka e madhe do të ndodhë mbas të dalin. Kontrata milionshë apo Hollywoodi po pret t'i marrë. Jo,
Top Channel krijon mundësinë, Top Channel u jep famën, Top Channel u jep kontaktet dhe vazhdo ti të ecësh në ato gjurmë, apo jo? Themelet i hapi Top Channel dhe ti në kapin e 30 duhet të shkosh vetë. Kështu që kritika ime vazhdon të mbetet konstante. Për shembull, Ilnisa ishte haruar, po doli poshtë Radio Priti Saliun, siç e pret Sander Frangaj te Klani, që ishte një skenë shëmtuar, skenë që nuk i shkon kur kompanisë Top Media, asnjë prej drejtuesve të kompanisë Top Media nuk del të pres politikanët, as të ajo është gazetare dhe ajo bën një podcast, nuk ka lidhje, ajo ashtu e mendon tipologjinë e emisionit të saj. Gjë, kortezia, protokolli ishte i tepërt. Po dëgjoj, Ilnisa këtë Ilnisa këtë e bën me çdo të ftuar, pra çdo të ftuar që ajo ka në program, del e pret poshtë tek hyrja e arenës dhe pastaj pra e ka si tip intro e emisionit. Ronaldo del na pret neve, po nuk bën lidhje live me Al Jazeera edhe me CNN-in edhe me rrjetet sociale, apo jo. Kështu që të kthehemi tek banorët. Tek këto të katrës, më fol pak për këto, Gjesti, Egli. Zohabita kur Laerti nuk ishte në projekt AC dhe një gjë. I vetmi banor për tyre është Klajdi, të cilin e ftova në festivalin e artit të Vjosës, të cilin mori një honorar modest, dhe të ndoshta Gjesti me agjendën e tij jashtë në për Gjermani. Po Gjesti ka koncerte. Egli për shkakun pashë kishte mbyllur një kontratë me një studio muzikore në Kosovë. Më fal, si ishte kjo? Egli ka mbyllur. A keni cianur në studio të vetë Britën? Tani të lutem Ronaldo, unë e kuptoj ti do të jesh brenda etikës, por një grup dembelësh duhen shkundur nga gjumi, duhen zgjuar dhe duhen orientuar se si bëhet paraja, si vazhdon mbajtja e famës. Dhe në fund të vitit është viti i tyre, por ata nuk po shohin as sekundi, a kupton? Dhe ti e di shumë mirë pastaj i shohim nga tetorit e trotuari i së diellës në programin ton. Kështu që një sfidë për cilin do për tyre që besoj është duke na dëgjuar, ecni në gjurmët ku ka lënë Top Channel. Mos prisni çdo gjë tjetër e gatshme. Mos rini në gjumë deri në orën 12 të drekës. Mos prisni kompanitë dhe korporatat të lutem për kontrata. Lëvizni. E mbajmë Ronaldo sa aktiv kemi qenë ne edhe vazhdojmë të jemi dhe me shifra zyrtare për të ri Big Brother 2 vazhdojmë të prodhojmë më shumë para se sa Big Brother pasardhës. Rozana Radi, për shembull, si të duket që po e menaxhon post famën e Big Brother? Po çfarë po bën? Kishe nxjerrë një linjë të re veshjesh. Ma bëj cianurin doppio, po para po të lutem. Ronaldo. Dëgjoj. Ti ndoshta i ke mik dhe mikesha si ti kam unë, po jo, patjetër të gjithë i kemi miq edhe kazën ndihmuese, më dëgjoj mua tani. Ndoshta Rozana e në saj të bëri tek se këngësh këndoj, moderoj, ndoshta erdhi koha të dali në sesion, por të paktën flas për këta të rinj. Bledi, ti do të pëlqente një angazhim i ri në Big Brother VIP Albania 5? Në episodin mbyllës të këtij edicioni u konfirmua që do të ketë një edicion të ri. Besoj se do mbëlqente në rolin e opinionistit. Ndoshta me Medën do bëja një dyshe të lezetshme, pasi Arbi besoj e ka mbyllur ciklin e vetë, që më të mëdha po e presin. Kështu që një sugjerim Arbi të mbyll mision edhe me Big Brother, edhe me organizatën humanitare, duhet të jap kontribut tani në integrimin e Shqipërisë në BE dhe veçanërisht në politikë. Kështu që çdo njeri ka etapat e veta, ja sugjeroj Arbit, ja jap këtë këshill kështu publikisht. Qartë, domethënë në rolin e opinionistit. Po, e qartë. Në rolin e opinionistit do të pëlqen. Me Nedën apo me një tjetër opinioniste? Neda. Mendoj se Neda. Të pëlqeu Neda këtë edicion? Nga 4 deri 10 i vendos notën 7, por me mua besoj do arritej nota 9. Beston që po. Mirë. Si do të jetë kjo verë për ty, Bled? Urojmë të pushoj lufta një herë. Se jo, sinqerisht, se zuam në brenda vetes jemi njerëz të ndjeshëm. Qoftë një iranian apo izraelit apo një palestinez i vrarë nuk gëzon askënd. Absolutisht.
Por vera do të jetë aktive, ti e di Ronaldo, që unë të ftoj po ti s'para vjen. Unë kam festivalet e mia të peshkatarëve në Pogradet, me Gjergj Lucën dhe festivalin e gjyqeve përmet. Pastaj kampionatin e voleybollit në kombëtar të lumit. Të premtoj publikisht që të festivali i gjyqeve apo jo nëpërmet do të jem aty këtë vit për ta shijuar përmetin, se turp më vjen. Tunat e Portokallis nga Korça, gjyshen dhe Nissin. Perfekte. Do t'jem aty se më vjen turp nga vetja që ende nuk e kam vizituar përmetin, qytetin më paqësor në Shqipëri. Tani e bërë dhe më i bukur dhe më elegant, kështu që Lene më. Plot nga përmeti meriton. Çfarë meritoj? Plot nga përmeti sepse gatuaj mirë, ti ke natë ushqimet e mira. Gocë edhe një gliko me vete. Patjetër. Ej, Bled. Me këtë elegancë që ke fituar, ti do ta luajnë trupin me gliko. Do të lëpin gocave përmeti. Sot je nuk di domosht. Dëgjoj, po ç'bëhet nga e diella, mo? Bëjmë pak tash e them me 1 minutë. E diella vazhdon me ritmin e saj, menaxhere Jeta vazhdon të jetë në formë. Është bërë çik, ndoshta temat e trotuarit janë bërë çik më perverse. Po keni Xhenetën aty zjarr, keni shkuar këtë sezon? Xheneta nuk e di, por mund të dalin në pension të trotuarit me çfarë shoh. E ka vështirë. Dhe gjithsesi Xhenetës i vlejti Tirana, sinqerisht. E zbuti sepse në mënyrë erdhi shumë arrogante, në thojë. Zbutur thua. Kafshërë, është bërë më e bukur, ndoshta ushqehet më mirë, trajtohet më mirë këtu, edhe po i pëlqen Tirana, ndoshta kjo aroma me zërtar i bën njerëzit më të dashur. Agresiviteti i saj vazhdon të jetë, por në ulje natyrisht. Ande nga shizon topi mirë gjërat? Graciano dhe Gjira, natyrisht një dyshe interesante që nuk kanë kohë as të martohen të shkretët, se vetëm punojnë. Je i tmerrshëm, nuk di të më thënë. Me qenë se ti ke vazhdon të kesh shoqëri me Jordan, thuaj që ka mballi Bledin dhe përqafoj shumë, se është një nga vajzat që na mungon të e dia dhe kemi kaluar kohë mjaft mira dhe publikisht të përqafoj nga valët e radios dhe imagjino të ketë Shqipëria një ministër e mbrojtjes si Eriola Doçi, vendos paqe kudo në rajon, në botë. Ta qojnë në vizetime e Eriolën në Teheran ose në Jerusalem. Ta qojmë në Iran ose Izrael. Po edhe raketat ta biten lart në qiell dhe vjen në tokë në një fajtore. O Bledi mane je. Dëgjoj, je si gjithmonë i mrekullueshëm. Ej, të falenderoj shumë edhe të uroj një të mërkur të bukur në vazhdim dhe një verë sa më të bukur, Bled. Deri në korrik do dëgjojmë përsëri. Yes, falenderojmë shumë. Ishim me Bledi Manen, zënë zotrin gazetar, publicist, kritik e gjitha me radhë. Shkojmë në reklama.